Bashkia e Korçës është shpallur fituese për 2 projekte të rëndësishme, të cilat do të financohen në masën 80% nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe 20% nga të ardhurat e bashkisë. Bëhet fjalë për rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare Sotir Gura dhe rikonstruksionin e pallatit të sportit Tamara Nikolla në Korçë. Angazhimi financiar i bashkisë ka marrë miratimin e këshilltarëve në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Korçës, ndërsa kryebashkiaku Sotir Aq Filo i ka vlerësuar si 2 projekte shumë të vlefshme për qytetin e Korçës. Krahas rekonstruksionit plot të shkollës Sotir Gura, kemi aplikuar edhe me një projekt tjetër përsëri tek Ministria e Arsimit edhe e Sportit për rekonstruksionin e pallatit të sportit Tamara Nikolla të qytetit Korçës. Është një projekt i cili në fakt është i shumë kërkuar dhe i shumë pritur. Do të financohet nga 2 burime financimi. Burimi i parë është fondi që do miratojmë sot, pra nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit, me cilin do bëhet rekonstruksioni i fasadës edhe i taracës të këtij objekti, ndërkohë që Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të financojë rekonstruksionin e gjithë pjesës të brendshme të këtij objekti. Të dyja projektet kanë marrë miratimin e këshilltarëve. Krahas rekonstruksionit të plot të shkollës Sotir Gura, do të ndërtohet edhe një palestër e re. Për këtë projekt vlera është mbi 111 milion lek, ndërsa në rekonstruksionin e pallatit të sportit Tamara Nikolla do të përfshihet edhe një shtesë kati.